Ben unë i përkas një gjeneratet të para luftës. Unë mbaj mend që në kohën tonë, pedagogu ka pas rol kryesor në shkollë, se s'kemi pas psikolog, edhe është marrë edhe me problematika ndoshta të fushës së psikologjisë. A mendon nga veprimtaria juaj që ke pas edhe në Kosovë edhe disa vite në Itali, që kemi përmirësim në këtë drejtim, që shkollat kanë kapacitet më shumë edhe me i njoftë këtë problem, edhe me e trajtu? Unë kam pas fatin edhe vetë jem kohën e para luftës. Në vitin 2001 kemi qenë gjenerata apore një drejtimit universitar që ka qenë pedagogji speciale. Ka qenë një drejtim që ka funksionu për 2 vite. Edhe po thuj se ajo gjenerat funksionon në gjithë Kosovën dhe kontribon në arsimin gjithë përfshirës. Pedagogët special në këtë rast. Dhe kanë bërë një punë shumë të mirë. Pra, në gjatë kësaj kohe, sepse në kohën e para luftës kanë qenë shkollat speciale ashtu quajtura në atë kohë, pra me punën e Ministrisë të Arsimit të drejtorive komunale komunave janë bërë disa hapa shumë të mirë. Në një kohë kanë qenë klaset e bashkangjitura, që kanë qenë vetëm për nxënësit me vështirësinë të nxënësit, pra ka qenë një urë ndërlidhse mes qendrës shkollës speciale dhe shkollës së rregull ka qenë një mes klasë të bashkangjitura, që unë kam pas fatin të jem edhe mësimdhënës për 5 vite në ato klasë të bashkangjitura, dhe ka qenë një lehtësim sepse kur fëmijët kanë pas vështirësi kanë kaluar nga klasa e rregullt në klasë bashkangjitur për një mësim plotësues. Dhe mendoj që për këto vite është bërë një punë shumë e mirë, ka përparime edhe ka avancime të mëdha në këtë aspekt, po prapse ka vështirësi të cilat do të na shoqërojnë. Janë vështirësi që i shoqërojnë edhe vendet më të zhvilluara, sidomos kjo pjesa e komunikimit me prindër dhe pjesa e sensibilizimit të opinionit për rëndësinë e përfshirjes të nxënësve me nevoja të veçanta në shkolla.